sepse jeta është sikur një libër apo një fletore, edhe e kje lapsin, edhe ti shkruan ta, ti vetë ki me shkruan ta. Qka du shkruj? Amo që ato që të shkruj, dije se ki me dal nese, ki me ledzu para Zotit. Po në këtë jetë e kemi edhe një gomë. Ajo gomë për çka ju shërben zansave? Ju shërben për me fshi aty ku ka bo gabim. Dhe te e kje këtë gomë, e që në feri islame është pendimi, teubeja. Për çka shërben pendimi teubeja? Për që ato lëshimet, gabimet që i ke bo kur je ka një ri, gabimet që i ke bo që si ke ditë për para, ta shka e merë që të gomën e pendimit pendohesh në raport me Zotin mas pari, pastaj edhe nëse ju ke bo njerëzve keq, ju kërkon falje, ja u lip halalin edhe njerëzve, ase nëse ju ke marrë diçka, ja u kthen haku njerëzve, edhe pastaj ajo fletore apo libra jote do t'jetë e mirë për ty në ditën e gjykimit dhe do t'a lexosh lehtë.